Mirë se erdhët në rubrikën më të re për ralla nga e kaluara. Po si ka mundësi që Edi Rama mund të vazhdoj të gënjejë në mënyrën më të paskrupull që ekziston, duke dalë gjithu weekendin e duke folur për orë të tëra duke treguar këtë pashaportë shqiptare, që sipas tij tani duhet shqiptarët ta votojnë se do i vendosë Bashkimin Evropian. Të njëjtat gjëra që ka thënë para 12 vjetësh. Shikoni pak. Një vot për heqjen e kufive mes Shqipërisë dhe Europës. Dhe shikojeni sot si thot Edi Rama me pasaportën në dorë. Dhe në këtë pasaport duhet shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Ka kaluar 12 vjet dhe vazhdon të thot gënjeshtrën e madhe që ai do na çojë në Bashkimin Evropian. Të njëjtat gjëra, të japi dhe një herë shqiptarët mandatin e Edi Ramës dhe na shkruaj këtu Bashkimi Evropian, e s'do kalojmë nga ato korridoret andej siç thot ai. Po mirë, kjo pasaportë që është nga më të pavlerat në botë, dhe unë që u thoj e di mirë se qeq dhe shkaloj me këtë pasaportë, e ke bërti Edi Rama të jetë e pavlerë. E ke bërti se kur u liberalizuan vizat, shqiptarët nuk emigruan, po emigruan gjatë 12 vjetëve të pushtetit tënd. Djem dhe vajza të rinj u larguan gjatë qeverisjes tënde. Prandaj tani kjo pasaportë është bërë shumë e dobët dhe s'ke për ta kthyer ti, jo, ti ke për ta bërë akoma dhe më keq siç e bëre. Shkoni në vende si në Island, që janë Bashkimin Evropian apo vende tjera që të kthejnë mbrapsht nëse ke pasaportën shqiptare, nuk të lënë, të jesh më i miri i dynjas. Dhe tani del thua në mënyrë më të paturshme dhe të pacip që do jemi një vend këtu për 4 vjet në Bashkimin Evropian. Po kush ja këto gënjeshtra? Kush ja, nëse ka mbetur ky popull të ketë bullallinj akoma, okej, ty të meritojnë dhe bullallëqet që thua ti.